do t'jetë një port turistik, ashtu si kundër në anën tjetër, Triporti do t'jetë një port i vërtet, serios, për anijet që qojnë dhe sjellin mallra, si edhe për të gjitha anijet e peshkimit që më në fund do të gjejnë strehën e tyre dinjitoze sipas të gjitha standardeve europiane. Nga ana tjetër, ka filluar të ngrihet zinxhiri i ri i hoteleve. Ka filluar të kuptohet se nuk mundet dot ta zhvillojmë turizmin ashtu siç duhet dhe t'i japim tërë fuqinë që i nevojitet, duke ndërtuar apartamente e duke ndërtuar vila për të shitur. Hotelet kanë filluar t'i hapin dyert njëri pas tjetrit, po në këto 5 vite Vlora do të bëhet territori ku do të vinë firmat më prestigjioze të hotelerisë. Dhe ky qark do të ketë një gjerdan plot me emra dhe me dyer ku turist nga gjithë bota do të gjejnë vend dhe me vështirësi do të gjejnë vend në fakt, pasi ju siguroj se Bregdeti i Vlorës do të bëhet një prej destinacioneve më të kërkuara jo të Shqipërisë, po të Mesdheut. Dhe natyrisht, turizmi është një fuqi e madhe, një fuqi e re për Vlorën dhe pa diskutim që në këtë proces, në këtë program të madh ambicios, në këtë plan që askush nuk do imagjinonte deri disa vite përpara, sepse ju e mbani mend shumë mirë si ishte Vlora. Këtu jetohej, po nuk ndalohej. Këtu të gjithë kalonin për të ikur në anën tjetër. Por Lungomarja nuk ekzistonte, ndërkohë që rruga ishte vetëm një rrugë kalimi. Dhe të gjitha këto kanë ndodhur dhe janë bërë të mundura në këto vite të cilat na kanë dhënë mundësinë që të mund të shohim të ardhmen me sy tjetër. Dhe shumë shpejt, gjithë kjo lungomare që tani më është bërë me nam, do të ketë një konkurrente vërtet të njëjtit nivel në anën tjetër në radhim, dhe gjithë bregu i gjirit Vlorës do të ketë rrugën e vet, trotuarin e vet këmbësorve. Dhe ma hamendja që Vlora do të jetë qyteti me lungomaren më të gjatë në të gjithë Mesdheun, ku njerëzit do të mund të ecin apo të përdorin biçikletën në një distancë me kilometra e kilometra të tëra. Dhe patjetër që ky qark dhe ky qytet nuk janë vetëm deti, por janë edhe territorit brenda, territorit e lumit Vlorës, ku tani më ka filluar të zgjohet një jetë e re me turizëm, me agroturizëm, dhe t'jeni të sigurt që agroturizmi dhe agropërpunimi do të vazhdojnë të zhvillohen në brendësi të këtij territori, që nga Selenica deri poshtë e deri lart në Kuç e me radhë. Megjithatë, të gjitha këto janë pjesë e asaj që ne do bëjmë. Janë pjesë e asaj që ne do bëjmë së bashku, sepse ju e dini, besoj, siç e di dhe unë fare mirë, që kjo fushat dhe kjo rrugë drejt 11 majit nuk është një përpjekje për aritmetikën elektorale. Nuk është një përpjekje për 71 mandatet që i duhen Partisë Socialiste për të qeverisur e vetme në një mandat 4. Kjo është shumë më tepër se kaq. Sepse këto zgjedhje janë shumë më tepër se kaq. Këto zgjedhje janë shumë më tepër se sa infrastruktura, janë shumë më tepër se sa aeroporti, janë shumë më tepër se sa portet turistike, janë shumë më tepër se sa zhvillimi i mëtejshëm i komuniteteve
janë shumë më tepër se sa investimet që pa diskutim ne do t'i bëjmë. Këto zgjedhje janë një takim me historinë në kuptimin më të vërtet fjalës. Dhe Vlora nuk mund, nuk duhet dhe unë kam shumë besim që nuk do të mungoj në këtë takim me historinë. Vlora unë kam shumë besim që do t'i qaset 11 majt më e bashkuar se asnjëherë, duke i kapërcyer hendeqet e përgjithshme të shqiptarëve, që janë hendeqe politike, që janë hendeqe krajnore, që janë hendeqe partijake, duke kapërcyer edhe hendekun karakteristik tradicional të Vlorës,